Måste på. Ni på en del. Lovely.
Mirë se keni ardhur në këtë ngjarje sa madhështore, po aq edhe me rëndësi historike, ku përkujtojmë birin e kësaj kraine shqiptare, për të cilin nuk kemi nevojë të flasim shumë sepse të gjithë ju e dini tashmë se kush ishte Ymir Prizreni. I nderuar kryetari i komunës së Dragashit, zoti Bexhet Xheladini, mirë se erdhët në manifestimin tradicional Sofra e Ymir Prizrenit dhe ju falenderojmë për përkrahjen institucionale. E nderuara drejtoresh e Drejtorisë për Kulturë, Nije e Sport, zonja Liridona Misinaj. Të nderuar drejtor të drejtorive komunale, drejtor të shkollave në komunën tonë, organizat e veteranëve të luftës së ushtrisë shërimtare të Kosovës, shumë të respektuara familje të dëshmorëve. Të dashur bashkëfshatar të Ymir Prizrenit, të nderuar gazetar dhe ju këngëtar, të dashur nxënës dhe ju banor të komunës së Dragashit dhe Mexher. Të nderuar poet nga të gjitha trevat shqiptare dhe jo vetëm, kemi edhe poet nga diaspora, si dhe përshëndetje veçantë për poetin nga Ukraina, Volodymyr Martinov, i cili ka ardhur sot i shoqëruar me disa poet nga ky shtet, i cili vazhdon të digjet nga agresioni rus. Ju dëshirojmë mirëseardhje në këtë manifestim tashmë tradicional. Ndjehuni rehat dhe komod sepse jeni në fshatin zgatar, në vendlindjen e kryeministrit të vetëm bashkëshqiptar në fshatin e Ymir Prizrenit. Për fillim, kur folëm edhe për vlerat e kësaj treve, ne të pranishme këtu kemi shoqërinë kultur-artistike Bresana, e cila tashmë është bërë ambasadore e vlerave opojane kudo në Kosovë dhe jo vetëm, edhe jashtë shtetit po na përfaqëson me dignitet. Për shembull, sonte i kemi në Han të Elezit, ku do të performojnë atje duke i shfaqur vlerat dhe traditat e opojës. Për këtë qëllim, që në fillim ne do t'i ftojmë ata që një pjesë nga ky program që do të shfaqet sonte në Han të Elezit të shfaqin para jush. Skena për Shega Bresana.
Ku I kalën zjarje të gruja, jo po s'ko kalën po. Jesi vete. Oj, të të shpi! Êtë të I bërë të shpa! Urbanti Shadjane
drejtorin e OJQ-s Kroj Macës, organizatorin e këtij manifestimi, mikun dhe kolegun tim Abbas Qengaj. Të nderuar mysafirë, i nderuar kryetari i komunës së Dragashit, zotëri Begjet Gjeladini, e nderuar kryekuvendare zonja Arjeta Qafleshi, e nderuar drejtoresh e DKRS-s zonja Liridon Misina, të nderuar drejtor të drejtorive komunale, si edhe drejtor të shkollave të komunës sonë. Të nderuar familjar të dëshmorëve, veteran, familjar e të përsekutuarve. Të respektuar familjar të gjeneratës së 4, të cilët për arsye të ndryshme nuk i kemi këtu të ne sot, por ne gjithsesi përshëndesim gjeneratën e 4 të të madhe Tymer Prizreni. Përshëndetje për të gjithë që jeni këtu, familjar të dëshmorëve, kryetar i veteranëve të QK-s, kuvendar, qytetar të ndryshëm, nxënës, sheka Bresana dhe të gjithë poetët që janë nga troje të ndryshme. Dhe për dallime nga vitet e mëparshme, këtë herë kemi edhe poet nga jashtë që do t'i prezentoj më vonë, që i falenderoj shumë pa mas edhe në emrin tuaj personal dhe t'ju thënë mirë se keni ardhur. Unë nuk do të zgjas shumë fjalimin tim, me qenë se fjalimi im është i tëri me historik me të gjitha, është në librin që nxjerrim për çdo vit, duke falenderuar donatorin kryesor, kryetarin e komunës sonë. Prandaj, historiku i kësaj date është në libër. Sot e për çdo 9 qershor të kohemi për t'i dërguar fjalët artistike të poetëve kudo e nga do që vinë ata, për të parë e për të arktuar me vallët tradicionale autoktone që vetëm në këtë tref mund t'i gjesh. E në ntigujt e gengëve dhe cicërimen e zogjve të shijojmë gjithashtu edhe ushqimet tradicionale të trevës sonë. Unë do të kemi edhe konkursin letrar që është e zgjedhur Juria, i cili do të jep fjalën në fundit të tij në fund. Prandaj, të nderuar miq dhe fjalës së shkruar, ju dëshiroj mirëseardhje dhe arktim të këndshëm e shumë suksese. Me këtë shpallit të hapur këtë manifestim. Dhe unë kujtoj që jemi duke bërë përpjekje që ky manifestim, me qenë se vitin e kaluar kishim nga Rumania, si vjet kemi nga Austria, nga Ukraina, do të mundohemi që ndoshta do të shpallim një ditë edhe miting i poezisë ndërkombëtare që do të matë në zgatar. Faleminderit shumë. Faleminderit Qengaj. Në vazhdim, për një fjalë në rast i ftojmë kryetarin e komunës së Dragashit, Dr. Begjet Gjeladini, i cili asnjëherë nuk nguron të përkrah dhe mbështet ngjarjet që kanë vlerë dhe dobi për të gjithë ne. Nderuara kryesuese e Kuvendit zonja Arjeta Skela, nderuar kryetar i komunës Sofitau, nderuar drejtor komunar, nderuar kryetar i OVL QK-s Emrin Shati, nderuar përfaqësues të dëshmorëve, veteran të luftës, invalid, të nderuar përfaqësues të fshatrave të komunës së Dragashit, të përfaqësues të policisë, të nderuar organizatorë të këtij manifestimi, të nderuar dhe drejtor të shkollave, mesin dhenës, veteran të arsimit, profesor, të nderuar asamblejist, përfaqësues të partive politike, shoqërisë civile, përfaqësues të mediave, përfaqësues të shqiptarëve persona, dhe shfrytëzoj rastin që do të
që sot në këtë manifestim për e parë i kemi edhe disë përfaqësues edhe poet nga Ukraina të përshëndes ata dhe në emrin tim dhe në emrin tuaj i falenderoj për pjesëmarrjen në këtë manifestim. Gjithashtu prezent sot kemi këtu edhe një ish deputet të Parlamentit të Kosovës edhe ish ministër i arsimit Sadik Idrisit, cilin e përshëndes dhe falenderoj edhe atë për pjesëmarrjen në këtë takim. Gjithashtu përshëndes dhe shefin e zyrtës së komuniteteve zotin Hussein Hamzi. Ndërrohet e pranishëm, sot në përvjetorin e 147 të lidhjes shqiptare të Prizrenit, përkujtojmë me krenari një nga momentet më të rëndësishme të historisë sonë kombëtare. Në qytetin e Prizrenit, në vitin 1878, patriot dhe figurat e shquara nga të gjitha vrisjet shqiptare bashkuan për të vendosur themelet e identitetit tonë kombëtar me synimin e qartë për një shtet të pavarur shqiptar. Në bazë të kësaj ngjarje historike, qëndroi një prej figurave më të ndritura të treve së opojës, Ymer Efendi Zgatari, i njohur si Ymer Prizreni. Ai ishte një nga udhëheqësit kryesor të lidhjes simboli i unitetit dhe përkushtimit ndaj lirisë dhe së ardhmës së kombit shqiptar. Për një kohë të gjatë, historia nuk ia dha vendin që e meritonte kësaj figure të shuar. Vetëm në vitet e 90-ta, parë përkushtimit të intelektualëve opojor, të cilën u mblodhën këtu në këtë fshat në Zgatar, dhe ku nis përpjekje e qëndrueshme për ndriçimin e figurës së ndritur të Ymer Prizrenit, si kryetar i parë i një strukture shtetërore shqiptare moderne. Sot ne nderojmë jo vetëm veprën dhe jetën e Ymer Prizrenit, por edhe kontributin 35 vjeçar të intelektualëve tonë, të cilët me pasion dhe përkushtim kanë organizuar manifestime kulturore si Sofra e Ymer Prizrenit, si dhe takime letrare e shkencore që kanë vënë në parë rolin e tij të pazaventshëm në historinë tonë kombëtare. Përmes këtij manifestimi tradicional Sofra e Ymer Prizrenit, ne nderojmë të gjithë veprën e lidhjes së Prizrenit kur themelin e vetdijes dhe identitetit tonë kombëtar. Artistë, poetë dhe krijues tonë me veprat e tyre na rikujtojnë lavdinë dhe sakrificën e brezave të kaluara, duke mbajtur të gjallë kujtesën dhe mesazhin e tyre për gjeneratat që po vijnë. Uroj që kjo ditë të na bashkojë çdo vit këtu në Zgatar me lidhjen e të madhe të Ymer Prizreni për të festuar së bashku trashëgiminë tonë historike dhe kulturore. Qeveria komunale do të vazhdojë të jetë për herë pranë jush, duke mbështetur çdo iniciativë që synon rujtjen, promovimin dhe nderimin e historisë sonë të lavdishme. Ju falenderoj për pjesëmarrje dhe për kushtim. Suksese. Falenderoj. Faleminderit kryetar. Në vazhdim e ftojmë drejtoreshën për kulturën e sport, zonjën Liridona Misine. Të respektuar e fshatar të fshatit Zgatar, të nderuar poet e artist, të dashur bashkë qytetar, miq dashamirë të kulturës dhe të traditës sonë, të nderuar të pranishëm. Është privilegj i veçantë të qëndroj sot para jush dhe të përshëndes manifestimin tradicional Sofra e Ymer Prizrenit. Një ngjarje që përfaqëson më shumë se një takim kulturor, është një akt solem i kujtimit, bashkimit dhe ruajtjes së identitetit tonë kombëtar. Kjo sofer është një unë e pandashme që lidh brezat dhe që ruan në kujdesën tonë kolektive, vlerat, sakrificat dhe ëndrat e popullit tonë. Ajo simbolizon krenarinë dhe shpirtin e pandalshëm të një kombi që kërkon të jetojë lirshëm dhe me dinjitet. Me mbështetjen e kryetarit të komunës, zotit Vexhet Ziladini, Drejtoria për Kulturën dhe Sport ka përkrahur dhe do të vazhdojë të përkrahë këtë manifestim me rëndësi të veçantë, i cili tashmë ka zënë një vend të denjë në kalendarin vjetor të aktiviteteve tona. Ky
ky angazhim institucional është dëshmi e përkushtimit tonë të palëkundur për të ruajtur dhe promovuar trashëgimin tonë të shenjtë kulturore dhe historike. Figura e Imer Prizrenit qëndron si simbol i qëndresës, unitetit dhe përkushtimit të pakurthyer për kauzën kombëtare. Ai përfaqëson frymen e luftës për liri dhe kujtimit i tij na nxit të vazhdojmë rrugën e tij me vendosmëri dhe dignitet. Falenderoj me respekt dhe mirënjohje banorët e fshatit zgatar për kontributin e tyre të çmuar, mikpritjen dhe praninë e vazhdueshme. Pa angazhimin dhe bashkëpunimin tuaj, kjo sofër nuk do të kishte fuqinë dhe madhështinë që e ka sot. Në përmbyllje, ju falenderoj të gjithëve për praninë dhe për kushtimin tuaj të thellë ndaj traditave, historisë dhe vlerave tona të përbashkëta. Me shpresë dhe besim në të ardhmen, uroj që sofra e Imer Prizrenit do të mbetet përjetësisht një burim krenarie, frymëzimi dhe uniteti për brezat e sotëm dhe ata që do të vinë. Faleminderit që jeni pjesë e kësaj historie të vazhdueshme. Faleminderit të drejtoresh e poezive, e ftojmë edhe një herë Abbas Qengën që të filloj ndarjen e mirënjohjes. Është një gabim i vogël mes meje dhe moderatorit. Unë nuk ndaj mirënjohjen do të ndajnë komisioni që është atje, por unë do të ndaj një mirënjohje për kryetarin zotëri Begjet Xheladinin nga shoqata Krojmacës. Prandaj e ftoj që ta merr mirënjohjen. Edhe unë për kryetarin e Patose do të vazhdojmë, të kemi mirënjohje shumë. Me që ne i takojmë kulturës, ftoj drejtoreshën e kulturës Liridon Misinaj, Miraj që ta merr mirënjohjen. Me që ne bashkëpunojmë shumë me shkollat fillore, unë ftoj drejtorin e DKA-s, zotëri Zeni Krasniqin, i cili do të merr një mirënjohje, por nëse reflekton do ta merr të kuqe. Shumë bukur, shumë bukur. Ju thamë se kemi shumë mirënjohje. Shkolla fillore dhe mesme e Ulët Shaban Shabani Llopushnik. Shkolla Ulina Kosav. Shkolla fillore e mesme e Ulët Samidin Emini Kuk. E kemi këtu. Drejtori do të ndaj. Shkolla e mesme e lartë Rushdi Berisha në Dragash. Edhe fshatit zgëtar do t'i ndaj mirënjohje përfaqësuesi i fshatit të vijë të marrë mirënjohjen.
Mirënjohja e radhës është për veteranët e UÇK-s, por do ta ftojmë Bacinsyl si përfaqësues nga familjet e dëshmorëve që ai t'i ndajë mirënjohjen veteranëve të UÇK-s. Shkolla fillore dhe e mesme e Ulët Ilmi Batjari Blaq, Drejtoria Komunale për Kulturë, Rini e Sport. Mirënjohje për Drejtorinë Komunale për Kulturë, Rini e Sport, Liridona Misinaj. Shkolla fillore dhe e mesme e Ulët Sezai Surroj, Belograd. Sot është me bojnë që zimë të bëjmë. Fali se... Shkolla fillore dhe e mesme e Ulët Fetas Sulejmani Dragash. Shkolla fillore dhe e mesme e Ulët 28 Nëntori Bresan.